Kjo është aja që çfarë mua më ka interesuar çdo herë. Ajo në fakt ka diçka për të thënë këtu në përmes emisionit tonë. Ne kemi kontaktu edhe kemi tregu që ti je sot i ftuari jonë dhe ka dashur të dërgoj diçka. A shohim bashkë, kam ose këtu në LED ose ti pjesa atje, si të vendosin kolegët e mi. Përshëndetje Blerona, përshëndetje bab. Kjo është një surprizë për ty. Nga unë, mami Fatlumja Fisniku, Besat dhe Nipi. E vërteta është që momentet më të bukura dhe më të veçanta, ne si familje nuk mund t'i ndajmë ato dhe t'i veçojmë, sepse ato janë në zemrat tona dhe në mendjet tona. Dua të të përqafoj fort nga lart dhe të them pafundësisht faleminderit. Faleminderit që na edukove, na mësove në frymën e dashurisë, respektit dhe mirënjohjes për njerëzit, për ruajtjen e vlerave shoqërore dhe vlerave kombëtare. Ka ky kur themel, bab, i ndërtuar nga ti dhe nga mami, unë me plot krenari i rris vajzat e mia, me parimin tënd që familja është mbi të gjitha. Jemi shumë krenar me ty dhe të urojmë shumë suksese, të duam shumë. Faleminderit shumë Fatbardhës për këtë mesazh shumë të bukur që të nisi. Faleminderit juve, Të lutem. sinqerisht, juve që keni pas këtë ide që të ofroni këtë mundësi të komunikimit dhe me Bardhën. Që ta shoh, e thash edhe më herët, Bardha është fëmijë ynë i parë, është dashuria parë e fëmijës tonë, është mungesë për neve. Sinqerisht të them, është mungesë për neve që çdo mëngjes nuk e kemi në sufrën tonë, nuk e kemi në familjen tonë, nuk e kemi në shtëpi, mirë po thash, mundësia e komunikimit tani